dëgjoj. Sky, të lutem. Oh, Sky. Oh, Sky. Pusheti. Kështu që ne e çuam Skyn te mjeku. Ai ishte kaq i hutuar. Ajo godit shumë fort, Bloom. Pra ai do t'jetë mirë. Dhe ndërkohë ne duhet të kthehemi te gjetja e librit Cyrenix. Por ka kaq shumë libra në arkivin magjik. Nuk mund ta kuptojmë kurrë se cili është. Nuk jam dakord. Duke ndërlidhur të dhënat më të fundit me të dhënat të reja nga webi dhe duke hartuar rezultatet, mund të jem në gjendje të zeroj ato. O, Tekna, shumë teknike. Kur dua të kuptoj diçka, pyes dikë si tani. Çfarë mendon për këtë ngjyrë për shembull? Bloom, a je mirë? Jam shumë e shqetësuar për Skyn. Nuk mbante mend asgjë. Nuk I kujtohesha unë. Oh, Bloom. Më vjen keq. Bloom, nuk mund të ulesh vetëm me pijame dhe të shqetësohesh. Ngrihu, ti do ta kalosh këtë. Ne do të mbështesim. Edhe nuk kemi vetëm ne. E gjithë shkolla, çdo zënë Alfea është në anën tënde. Pra, koha për të shkuar të vizitosh Sky. Oh, faleminderit Stella, dhe ke të drejtë, tani e tutje energji pozitive. Po, energji pozitive. Energji pozitive. Dhe shje të reja. E ëmbël. Oh, Stella, më pëlqen shumë. Duhet të bësh një stiliste. Një stiliste? Stiliste! Pra, le të shkojmë. Stella, mendoj se ke harruar diçka. Çfarë? Tritan, a më dëgjon? Tritan! Këtu jam Ajsi. A të pëlqyen fuqitë tua të reja? Oh, fuqitë e reja janë të mrekullueshme. Unë jam shumë e fortë se Bloom tani. Pra I shkatërrove Wingsa. E po, jo saktësisht, ato mbijetuan. Motrat e mia, mirë, janë pak të dobta. Por ai si ishte e para që doli nga dera kur Faragonda dhe Griselda u shfaqën. Unë nuk mund ta dëgjoj. A ikën? Çfarë? Por, unë kuptova diçka. Wingsat janë duke kërkuar për librin Cyrenix. Cyrenix është fuqia më e madhe në të gjitha oqeanet. Është e lashtë dhe pak dihet për të. Ke ndonjë mendim? Duhet të parandalosh Wingsa ta gjejnë librin. Sigurisht. Dhe ndërsa unë jam duke e bërë këtë, çfarë do të bësh ti? Do të zbuloj se si të marrë Cyrenixin. Sepse kur ta ke me dashur Ajsi, ne do të sundojmë dimensionin magjik së bashku. Po, Tritan, së bashku. Dersi, Stormi, hajdeni. Kemi punë për të bërë. E di çfarë, thjesht nuk mund ta doroj. Asum. E di që kjo teknologji mund të gjej librin Cyrenix. Çfarë po bëj gabim? Timi! Tekna, përshëndetje. Unë kam dashur të flas me ty, por po mendoja se duhet kisha menduar diçka për të thënë para se të telefonoja. Po. Nuk ka problem, Timi. Në fakt, kam nevojë për ndihmën tënde. Hidhi një sy kësaj. Është një skemë e arkivit. Po. E kuptoj problemin tënd. Por unë mendoj se ka një zgjidhje. Mund të shkruaj një kod që do të jap akses. Hey, Bloom. Përshëndetje, Bloom. Faleminderit. Energji pozitive. Përshëndetje, Sky.
Oh, je ti, po. Përshëndetje. Bloom, si po ndihesh? Duke shumë mirë. Më falni. Flora! Më falni që unë depres, por solla dikë për të parë Skyn. Kristal! Kristali ka fuqi shëruese, ajo shëroi Hilian gjatë betejës. Nëse dëshiron, do të përpiqem të të ndihmoj. Ndjej një pengesë. Më vjen keq. Nuk funksionoi. Jo, diçka e bllokon shërimin. Sky, mendoj se ka diçka që nuk dëshiron ta kujtosh. Pra, çfarë të bëj tani? Ndihmoje të kujtoj. Ndaj vendet, njerëzit, përvojat që janë të rëndësishme për të. Kujtoje atij se kush është. Është dikush me emrin Erendor. Ai është babai yt. Ai po të thërret për të pyetur si je. Nuk do të flas me ta. Mos u shqetëso. Thjesht i vetvetja. Çfarë ka, Erendor, ha? Jo. Dua të them, përshëndetje, babi. Jo, unë jam mirë. Jo, nuk kam nevojë të vinë në shtëpi. Jo, mos e bëj këtë. Po. Në rregull, do flas me ty së shpejti. Si thua të bëjmë një shëtitje? Unë jam brenda. Mund të kërkoj të gjithë arkivin magjik. Timi është një gjeni. Timi, unë e kam marrë atë në punë. Shkëlqyeshëm. Nuk kam më probleme me detyrë. Jo, rishikimi i algoritmeve të aksesit të kujdes për këtë. Unë po shoh një rritje të konsiderueshme të funksionalitetit. Çfarë eksperti? Le t'i prishim ditën. Do t'jesh mirë për sa kohë që i mban të ngushta parametrat e kërkimit. Faleminderit Timi. Do të jap një përditësim kur të kthehemi nga arkivi. Ne vim këtu gjithmonë. Të duket ndonjë gjë e njohur? Jo, nuk më kujtohet asgjë. E po, ndoshta disa foto do të ndihmojnë. Un kam miliona prej tyre. Hedhi një sy. Këtu jemi në Wind Riderin tënd. Kemi humbur aq shumë atë ditë. E mban mend? Dhe pikërisht atëherë ndryta kyçin e këmbës. E mban mend? Ne ishim duke bërë ski dhe unë rash dhe Bloom, e di që po përpiqet të më ndihmosh, por nuk më kujtohet. As ky vendi, as ti, nuk mbaj mend se kush jam. Sky, un Po kthehem. do të vi me ty. Jo, faleminderit. Më mirë t'jem vetëm. Bloom, ndisi ta gjej librin Sirenix. Më takoni në arkivin magjik. Wings, këtu është teknologjia që do të gjej librin Sirenix. A nuk është telefoni yt ai? Po, por me disa përmirësime. Timi dhe unë krijuam një ndërfaqe të përmirësuar tekniko-magjike për të zbuluar Tepër teknike. Mendoj se është e mrekullueshme. Oh, Edhe unë. Plotësisht. Patjetër. Le të shohim. le të fillojmë.
Ua, çfarë po ndodh? Unë jam duke futur parametrat e kërkimit në telefonin tim dhe arkivi po përgjigjet. E gjeta. Ky është libri Sirenix? Mendoj se duhet ta hapim. Në rregull. Oh, ka një energji negative shumë të fortë. Mund të jetë e rrezikshme. Ndoshta duhet ta çonte drejtoresha Faragonda. Kjo teknologji është e pagabueshme. Ky është libri Sirenix. Unë do ta hap. Kjo është e përduar. Mirë ju që hapi. Çfarë po ndodh? Tekna. Ai është kthyer në një robot. Nëse babai yt e merr vesh se çfarë po bëjmë, nuk do të na e fal kurrë. E di, por ne duhet të përpiqemi ta shpëtojmë vëllain tim nga vetja. Fella ndishin ata të dy siç urdhëroi mbreti Neptun. Fella, diçka nuk është në rregull. Nga kjo anë. Çfarë janë ato gjëra? Në, rri pas meje. Ktheuni ju krijesa të mjera. Nuk e shihni se kjo është familja ime? Nëna ime e dashur dhe vëlla im fisnik? Tritani? Po, kam ndryshuar. Tritan, mund të dukesh ndryshe, por e di që zemra jote është e njëjtë. Pikërisht e njëjta gjë. Jo! Nereu! A do që ai të kthehet sërish nën, e po edhe unë dua diçka. Gjithçka. Të lutem, Tritan, unë do të bëj çfarëdo që të thuash. Atëherë më trego gjithçka që di për Sirenixin. Çfarë? Sirenix? Pse? Jo, ndalo. Sirenix është një fuqi lashtë e zanave, por asnjë zan nuk e ka arritur Sirenixin për një kohë shumë të gjatë. E fundit që mbajti ishte një zan e quajtur Daphne. Kaq ishte? Po. Ti je kot! Jo! Eja di tisha! Fella duhet i tregoj mbretit Neptun. Fella duhet të nxitoj. Tekna, na dëgjon? Po ngarkohet. Oh, Tekna, shumë teknike, a? Çfarë do të bëjmë? Unë nuk jam e sigurt. Rifillimi i kërkimit. Skanimi për Sirenix. Duhet ta heqim atë libër prej saj. Në rregull. Ma jep këtu. Skanim. Tekna! Ju! Më ndihmoni! Tekna, lëshoje! Tekna! Skanimi përfundoi. Nuk u gjet asnjë rezultat. Kjo ishte zhgënjyese. Ajo është për shumë më e fortë. Ndoshta, po ne e morëm këtë.
Rregullimi I parametrave të kërkimit, duke kërkuar librin Cyrenix. Duhet ta thyej magjin atij libri dhe ta kthejmë Teknën përsëri. Wiksa magjike! Aisha, Zana e valve. Flora, Zana e natyrës. Muza, Zana e muzikës. Stella, Zana e diellit që shkëlqen. Duke kërkuar librin Cyrenix. Në rregull, le ta bëjmë këtë së bashku. Përqëndroni të gjitha. Konvergjenca Filipit. Asgjë nuk ndodhi. Le ta provojmë përsëri. Fokusoni të gjitha. Konvergjenca Filipit. O, Zoti I madh. Ndoshta ky libër nuk është problemi. Po kërkon Telefoni I saj. duke kërkuar librin Cyrenix. Oh, Tekna, shiko. Duhet ta marrim atë telefon. Tekna, Duke kërkuar librin Cyrenix. Duke kërkuar librin Cyrenix. Mundoni ta rrethoni atë. Po kërkon Ejani. Tekna! Tekna, të lutem zalo. Duke kërkuar librin Cyrenix. O, sot ajo është shumë e shpejt. Hej, po sikur t'ja afrohemi fshehur as asaj. Duke kërkuar librin Cyrenix. Oh, kjo punë më e mirë. E po, jemi pothuajse atje. Po kërkon Krau I dragoj. Stella? Jo, po bëhet shumë serioze. Ne duhet ta ndalojmë ato përpara se të shkatrojë arkivin. duke kërkuar librin Cyrenix. Të kapa. Duke kërkuar librin Cyrenix. Tekna, jo! Kujdes! Kjo është të mërshme. Do përpiqen ta mbyll librin. Vala Morvi. Oh, nuk e kisha menduar kur sa hapja një libri mund të ishte një fatkeqësi e tillë. Oh. Aisha, A je mirë? po, por të tjerat? Ndim! Shkojmë. Ndim! Hej, vajza! Faleminderit. Dhe tani që krahët e mi janë tharë, Flora! Faleminderit të gjithëve. Ku është Tekna? unë do ta mbyll atë libër. Shigjeta e zjarrit! Kishe të drejtë, Aisha. Ishte telefoni I saj. Tekna, A je mirë? Po, por mendoj se pata një ëndër. Një ëndër të keqe. Unë isha një robot.
Jam shumë e lumtur që u zgjova. E di Tekna nuk ishte ëndër. Oh, por ti tashmë je kthyer. Me qëra fjala, ku është telefoni im? Kthi plotësisht në normalitet. Po, por si do ta gjejmë librin Sirenix? Sidomos tani. Mendoj se duhet ta provojmë. Je sigurt? Magjia e errët ka ikur, por e gjithë puna që ke bërë për të është ende aty. Për mirë të shkojmë Tekna. Ne kemi gjetur librin Sirenix dhe nëse e hapim, kërkimi ynë do të fillojë. Do të thotë të rrezikojmë gjithçka që kemi, gjithçka që jemi. A jeni të sigurta se duhet ta bëjmë këtë? Ajsi, unë e di se ku duhet të fillojmë kërkimin ton për Sirenixin. Duhet të gjejmë Daphne. Daphne? Motra e Blumit? E kush tjetër? Dhe unë e di saktësisht ku është ajo. Wingsat dhe Trixat vrapuan për të gjetur Lilon, një bime fuqishme që mund të forconte magjinë e tyre në tokë ose ta shkatronte ato. Pa e ditur ato, bima Lilo është në duart e një vajze të vogël të quajtur Macy. A do të kenë sukses Wingsat të sigurojnë Macyn dhe bimën Lilo përpara se të lulërzojë, apo do të arrijnë Trixat përpara tek ajo?